9 mandatet e fituara në qarkun e Vlorës ishin të pritshme pasi ky ishte edhe objektivi i Partisë Socialiste. Kështu shpreh gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të martë, bashkëkryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello. Bello thotë se 11 maj ishte një garë dinjitoze që u shoqërua me një fushat të gjatë, por njëkohësisht edhe të qetë. Drejtuesja e Partisë Socialiste të Vlorës e cilëson si një privilegj dhe përgjegjësi të lartë të marrësh një vot kaq të madhe dhe që tashmë ajo duhet të kthehet në punë dhe besim. Është një përfundim të themi i pritshëm, sepse ishte sipas objektivit që Partia Socialiste dhe gjithë skuadra e Partisë Socialiste kishte vendosur për Vlorën për të arritur 9 mandatet, dhe kjo është një fitore që i dedikohet gjithë atyre që i besuan edhe që votuan Partinë Socialiste dhe vizionin e Edi Ramës për Shqipërinë 2030. Ishte një fitore të themi e pritshme, por nga ana tjetër edhe përfundimi një fushate shumë të qetë, shumë qytetare, shumë dinjitoze. Një fushat që u zhvillua po kaq e qetë dhe dinjitoze të themi edhe brenda garës që kishin kandidatët, e të gjitha e forcës politike të Partisë Socialiste, por edhe partive të tjera, dhe besoj që tani është privilegj i lartë, është përgjegjësi shumë e madhe të marrësh një vot kaq të madhe dhe nga ana tjetër të besojnë kaq shumë dhe se si mund ta kthesh gjithë këtë besim në një punë shumë të madhe më tej. Është mandati i katërt, është sfidë shumë e madhe, është nevojë shumë e madhe të gjithë atyre që kanë besuar për ta reflektuar gjithë votën në punë. Bello falenderon edhe kandidatët për punën dhe menaxhimin e fushatës, ndërsa thekson se ishte një luftë dhe garë shumë e bukur edhe brenda listës së Partisë Socialiste, ku kandidatët luftuan për të mbledhur sa më shumë vota. E prisnim, prandaj dhe e kishim vendosur si objektiv, dhe nga ana tjetër edhe puna që u bë dhe menaxhimi jo vetëm i fushatës, por edhe skema të themi e një gare të tillë ku kishte kandidatë të cilët luftuan pafundësisht në garën e tyre për të mbledhur sa më shumë vota për subjektin e Partisë Socialiste dhe pse jo edhe për veten e tyre, kjo patjetër që do të reflektonte në një rezultat fitues siç ishte marrja e mandatit 9. Në një postim në rrjetet sociale, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj tha se makinerinë elektorale Partia Socialiste e zhvendosi edhe në diasporë, kryesisht në Greqi dhe zonat të veçanta të Italisë, por bashkëkryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello është e mendimit se pas kësaj humbje, Partia Demokratike duhet të reflektojë. Në fakt, ky rezultat në Vlorë, siç edhe në gjithë Shqipërinë, në marrjen e 9 mandateve përballë 3 mandateve të Partisë Demokratike, unë besoj që para se të shkojmë tek ajo që në vazhdimsi nga Partia Demokratike ka një reagim sikur u vidhen zgjedhjet, sikur nuk fitojnë sepse Partia Socialiste është ajo që i vjedh zgjedhjet, është momenti që të jetë një reflektim shumë i fortë i një force politike që e ka nisur rrugën e saj për të mbrojtur idealet e shqiptarëve dhe sot merret vetëm me vjedhjen e votës. Më vjen keq, nuk dua ta komentoj më shumë, dua thjesht të them që besimi i qytetarëve brenda kufive edhe jashtë në diasporë i qytetarëve vlonjat ishte maksimal.